Ky emision mundësohet nga AG Meridian Joinery, Midea, Flux, Bora, Perfetta, Green Garden Foods, Erpilic, Sleepy, Doa, Shkrela Olive Oil, Optika Simoni. Ky emision përmban vendosjet produkteve. Një zonjë që ka jetuar deri vonë në Londër dhe tani është kthyer në Kosovë dhe kontributin e saj si psikoanaliste dhe si duhet mi lexu qito se si di, human behavior, coach and trainer, growth relationships, leadership and well-being trainer, i punon në Kosovë me firma të mëdha, me organizata jo qeveritare, do të thotë është full e angazhume me këto. Se çka do të thojnë këto në Shqip, unë tani do të aves mysafiren time, Suzana Lutollin. Mirë se erdhe. Mirë se gjeri, faleminderit shumë që më ke ftu. Është kënaqësi me qenë këtu. Çka do me thonë ato? Pak është problematike se pre që jam kthy, ndoshta punën më të madhe që kam bërë është me i përkthy. Disa shprehje për cilat nuk kemi, ndoshta, për disa kemi, po nuk e dim, nuk e kemi përdor fjalën, për disa tjera, ndoshta edhe nuk i kemi shprehje. Growth është rritja personale, pjekunia, maturia, çu çdo që të merresh, kur njerëz dojnë pak me jetu një jetë ma kualitative, ma të sinqert, ma autentike, që ajo është pjesja e rritjes, edhe me që ato punoj me leaders, coaching është si lloj trajnimi, po është coaching individual, emocional, kognitiv, në mënyrën qysh me ju ndihmu njerëzve ose me sa facilitu një proces ku dikush do në me mri diçka ose do në me bo një ndryshim në jetë, atëherë coaching që ato hen. Këtu si profesion në Kosovë është ende shumë i mangë, nuk ka coaches, po jo në numër, përderisa jashtë edhe globalisht edhe në Evropë, obo sikur psikolog me qenë edhe coach, njerëz të rrallë, pak njerëz punojnë pa e pas dikon që i coach në proces të mbrimjes të qasaj. Kur punon me organizata, shpesh njerëz thonë biznesi ose organizata, po kush është biznesi? Kush është organizata? Organizata nuk është entitet në veti, është formalisht në letra dhe ligjërisht mirë, po janë njerëz ata që e krijojnë organizatën. Edhe shpesh problemet ose sfidat që ballafaqohen organizatat nuk kanë të bëjnë me njohurinë e fushës, njohurinë e drejtimit, ma shumë me njerëz sa e njohin vetveten edhe qysh e trajtojnë njëri tjetrin edhe qysh i qasen një procesit punës me faktorin njeri në ekuacion. E që aty është... Okej. Koko. E kuptum. Edhe? Edhe që aty më lidhet, edhe një me një, si për mas shumë ti lidert. Menagerat, të cilët janë edhe lider, mirë po shpesh e din punën, e din krejt, po me menagju faktorin njeri, me pas një relacion, një marrëdhënie të shëndosh mrena punës, që aty është puna jam ku fillohet ma shumë. Një me njohë vetveten, me ditë ku i ki mangësit, ku i ki forësit, qysh me mujt me transformu disa mangësit të cilat bojnë edhe si bariera për me mujt me mri një sukses në menaxhim të ekipit apo në menaxhim të punës. Në qëto aspekte punaj. Shumë bukur. E pam në çka punon praktikisht Suzana Lutolli, mirë, po që ta njohim pak më mirë, unë do të dëshiroja që në këto momente ta ndjekim dokumentarin të cilin për Suzana Lutollin e ka përgatitur Ben Apolloni. Suzana Lutolli është psikologe, konsulente dhe trajnere që punon në zhvillimin e njerëzve, organizatave dhe komuniteteve duke lidhur psikologjin me jetën reale dhe sfidat e përditshme.
Me mbi 20 vite përvojë në Mbretërinë e Bashkuar dhe Kosovë, ajo ka ndërtuar një karrierë që shtrihet nga shëndeti mendor dhe puna me fëmijë e familje, deri tek leadershipi, zhvillimi organizativ dhe transformimi i kulturës në institucione dhe organizata. Ajo ka punuar me sektorin publik, organizata ndërkombëtare dhe programe rajonale, duke dizajnuar dhe drejtuar iniciativa për zhvillimin e leadershipit në ndërtimin e kapaciteteve dhe krijimin e mjediseve më të sigurta, më gjithëpërfshirëse dhe më funksionale. Interesi i saj për psikologjinë dhe marrëdhëniet njerëzore është i udhëhequr nga një kurreshtje e vazhdueshme për të kuptuar njeriun, mënyrën si mendojmë, si reagojmë dhe si lidhemi me njeri tjetrin në jetë dhe në punë. Ekspertiza e saj ndërthur psikologjinë, menaxhimin, coaching dhe edukimin e të rriturve duke sjellë një qasje të integruar që ndihmon individët dhe organizatat të zhvillojnë vetëdije, përgjegjësi dhe qëndrueshmëri emocionale. Aktualisht, Suzana drejton punën e saj përmes iniciativës Në Thelb, ku ofron konsulencë në zhvillimin organizativ, programe për zhvillimin e leadershipit dhe coaching individual. Paralelisht, ajo është e angazhuar si co-lead në Support Group Kosova, ku fokusohet në zhvillimin e programeve që synojnë të ofrojnë mbështetje të qasshme për shëndetin mendor, veçanërisht për grupet më të cenueshme në shoqëri. Së fundmi, Suzana është angazhuar edhe në ngritjen e vetdijes për tema që shpesh mbeten të heshtura, si shëndeti emocional dhe përvojat e grave si menopauza, duke i trajtuar këto si pjesë të një diskutimi më të gjerë për mirëqenien, dinjitetin dhe mënyrën si kujdesemi për njeri tjetrin në shoqëri dhe në vendin e punës. Në thelb të punës së saj qëndron një ide e qartë, që shumica e sfidave që përjetojmë nuk lidhen vetëm me mungesë njohurish, por me mënyrën si e kuptojmë veten dhe si lidhemi me të tjerët. Prandaj, sa herë që bëhet fjalë për zhvillim personal dhe profesional, Suzana Lutollin të gjithë e kanë në majët gjuhës. Edhe ne rrjedhën e emisionit Suzi, Se lutem. Suzi e kemi që praktikisht do të fillojmë nga fëmijëria. Suzi është vajza e një miku tim të vjetër, të cilin se kom pa mi 20 e sa vjet, Agi Lutollit, grafikën e të cilit e kam këtu se ma ka punu Enkas për Ulqinin një grafik, e kam dhurat prej ti. E kom qu në Ulqin drejt me të kallëzu, shumë e bukur është, edhe të cilin kisha dashtë në këto momente me e përqaf prej s'largut, kështu virtualisht, masi nuk po munde me përqaf kështu fizikisht, edhe dua ta fillojmë prej familjes, do me thonë, prej kur ke qene vogël, fëmijëria jote. Na jemi 5 motra, që më kallëzu edhe unë e fëmiju i parë në shpe. Si fëmijë i parë, kom shiju një farë kujdesi, një farë vëmendje, pak ma kom qenë e para. Vitet e para kemi jetu tregu i vjetër, i madhe, i gjelbër të ku është, pak për te i thonë rrugës për hani dilit, do të thotë me gjitha. Nëse e menoj femininë kështu kam qa gjona komplekse, qa gjona të shtira, po edhe qa gjona të mira. Qka e veçaj dhe qka e qmoj shumë, është prenti kom pasë shumë të ndryshëm. Babi ka qenë artist, ka punu. Bohem. Kemi pas shumë mirë kuptim, relacion, liri, edhe një gjo që e qmoj shumë për tina që na ka dhanë dashnin ndaj librit, ndaj djenis, ndaj përvojave, shkaf lëtëra, bëne, provoje, ktheu, këqyre që është. Mami ka qenë ma tradicionale, familja nënës ma tradicionale. Mirë po aty që ka ko marrë shumë është ajo ndjenja e komunitetit, dashnia mes antarëve të familjes, jo shumë individualitet, me bo për tjetrin, me këqyr tjetrin, do të gjithë jenë marrë në konsiderim. Edhe pa e ke konsideroj si privilegj që jam rritën që ato 2 rryma, do të nështë një periud kohore ka qenë vështirë, se e merë një mesazh tjetër prej këtij prindi, një mesazh tjetër prej këtij prindi, edhe t'hu pak rruga në barë, cila ma mirë. Kur je fëmijë, mirë po t'u rrit mas nej ma ka dhonë një farë aftësie mi pa botat e të ndryshme edhe mi kuptu
kulturat e ndryshme mrenda familjes që ekzistojnë, qysh mundet me qenë një familje, krejt ndryshe një tjetë, s'ka t'ju ma miro, ma keq, veç janë qashtu qysh janë. Do të të një aspekt për fëmijëse kanë që ata kemi jetu në një shtëpi të vogël, e cila s'ka pas shumë, po i ka pas 7.000 libra. Edhe shumë grafika. Edhe grafika. E qëmaj ato që e ko marrë prej qasojna se edhe sa desha, në Londër për shembull, fillim kur kom shku, sa do që kom dru banesa, kemi shku atje, gjithmonë e kom pas një paket madhe me do piktura dhe me do libra dhe o do është me ardhë me mu gjithka. Që besa kur jam këthy kënena, përveç disa robave që i kom marrë, gjënë matë madhe e kom pas me librat e mija që i kam. Jo që i lexoj shumë. Her pas here ju këthena, po më duket e shumë e cekt edhe diçka në po mungan nëse nuk kam librin edhe në artë në hapsinën ku jetoj. Dhe të që ato e kom marrë prej fëminisht shumë të mirë. Tjetra që kam këthen, kur këthena dhe menoj fëminim, më kujtot ma hala. Tash, normal në Londër kemi jetu, edhe në Prishtinë, me 19 vjeqe kom qenë kur kemi dalë prej shtëpisë në banesë në Dardani. Në atë kohë më kam venoj, ke si teenagerës dënë me të përzi dikush në punë të tua, do të thëtë ajo që nuk i njifshe kojshit, ishtë shumë e mirë, po si fëmi, ka qenë shumë bukur, se kemi ndajtën rrugë shumë, i kemi njoft krejt kojshit, edhe gjithë kush o përzim punë të gjithë kojna. A keni lujt midis dy zjarmive? Qysh jo, mahalla me mahallën kemi lujt, kërshemi po. Edhe ajo tjetra për shembull ka pas kojshit që i kom pas të partë, këtu jom anë të ta shumë, mas ne dëshirën për muzikën, ka qenë një familjes drugtarsh aty edhe ata djemë kanë dëgju muzikë shumë cool. Rock, blues, një muzikë që nuk e isha e njoftume me ta edhe aq, edhe mendoj që aty ku marrë ato tingujt e partë, muzikës kualitative, e shkojsha e më inqizojshim në herë në i kaset. O besha po më pëlqenë shumë muzika, tani që po ta inqizojna një kaset, kujtot ato kasetat, edhe vesha shpe e ndigjajsha. Po edhe një farë lloj sigurie në qatë atmosferë, në qatë vibe të mahallës. Kujtohet kër e shumuj i Ramazanit, krejt kujshit rrishin jashtë në tavolina, ato lujtë atë në qështi të fmita nejt, mëdhajt kënej. Sot, nështë e këshyri pak me nostalgji, se sa pak eksistan të na që ajo sot. Nështë eksistan disa vene, po që të mos Prishtinë jo. Qyteti që shorit është po i madh, njerës ma pak e njohën një tjetrin, ma pak e këqyrin që ka po bën njëri tjetri. Plus telefonin veç na ka nda prej njerëzve. Po. Mundemi me najt bashkë edhe ton kohën jemi me telefon për para. Sigurisht. Mirë, një ndodhi e lezetshme që të ka ndodhë gjatë fëmirisë? Vështirë me mendu një qka e lezetshme, po më kujtohen rrugtimet me gjyshqen. Po? Kur kujtohet fëminia shumë ma hershme, gjyshe ka vdek kër i kom pas 9 vjetë, i nanës, po se në mahallën ku kom jetu une, që ato i kom pas edhe dojt, edhe djemë të gjësmamit, edhe do hala, edhe do kritë familjarët mrena 2 lagjeve. E me gjyshën më kujtohen do rrugtime me kerë, kur së kujtohet ku i mi konë të shku, po më kujtohet do biseda që i bëjshëm atë. Vetur, po. E qënë gishte në rrugë, kishte ra shi edhe ishë hormoni, edhe gjyshë po më tha, ju më keme kujtu fjallë edhe në përbë, babo është thash pelgu, apo pelg? Po, edhe ajo këthy, tha. Se pas në një që t'jarë, thash edhe nësë di s'ka po më vjenë. E kum pa dikona në emision, as di veç, ja qëllum të qyshe ka emrin, që ajo edhe di ka që një moment shumë special me ta. Shumë nice. E mirë, ndonjë kujtim që ndoshta do të doje të harroje? Me harru s'tu mi harru. Kam edhe kujtime të randa, kam edhe kujtime dhimshme. Kam zgjedh vonë njëtë mës me harru kur që. Tu rritë, mundohemi me i harru dë gjana, me i qitë anash. Po ato dhimtat që na kryohen, edhe trauma që na kujtohen, na kryohen. E cila je sot? Prej që aty në përvojave, sa ma shumë mundohemi me i harru, sa ma shumë mundohemi mos mi përjetu, na kthehen me hakmarje dikur ma vonë në jetë. Kështu që
ka vdekjen e gjyshit e përmana ka qenë shumë e dhëmshme, humbja e një halle ka qenë shumë e dhëmshme. Babi me mamin janë përla, ka pas konflikte, kanë zgjedh, kanë gjatë, edhe që ato kanë qenë ndonjëherë dëmshme se si fëmijë si kuptan. Por edhe në ato ka pas, një dhomë kemi jetu edhe më kujtohet babi merke një paket të këpucave që të kenë lampë nalt. Na flejshëm unë edhe motra aty, a i vizatoj këtë dërin 4-5 mëngjesit. Edhe me na bo terë. Mos me ju ra. Që mos me na ra drita direkt, po si fëmijët që kone ishe qutë edhe pa isha ato të vizatu. Një anish knaqësi, po një anish me të shepa gjumë. Do të thotë që ato kushtet e vështira, që ajo mungesa hapsinës e dhomës për veti, ma vone ka pas marrë mandeni atele kërë bom ma shumë fëmi. E përmene dhomës për vetit, Virginia Woolf. Se që aty ka punu, do të thotë shumë ka ndodhë. Ka ndodhë edhe mire, edhe keqe, edhe rënë, edhe dhimshëm, po mrena që aty në 2 dhomave. Dhe pastaj rinia të gjeti ty në mahallën e vjetër, por me gjitha thatë 19 vjeçare dole në Dardani. Po. Si ishte pastaj? Rinia... Shkolla e mesme. Shkolla e mesme. Shkolla e mesme ka qenë mas fidusja. Ishte u ndërlidhej direkt edhe me kohën e para luftës. Do të thotë vitin e parë dhe dytin i kemi kryer në shkollë, mas ne kemi punu në për shtëpia. Ka qenë edhe një farë depresioni kolektiv. Tash jo të gjithë, po e di që gjanat e patën hub kuptimin, diqysh edhe me shku në shkollë, ma o diqysh s'kish edhe qaq kuptim. Ishim një grup shoqesh që filozofojshëm, ishëm thellit jetës. 19 vjeç. Edhe ma herët. Një grup edhe me muzike, me libra, me romane dhe u lidhshëm në ato, u kon një farë depresioni kolektiv që atëherë, plus demonstratat, sa kom jetu ka mahalla, i thonë mahalla e shkrumave. Që ajo është, nuk e di pse veç mahalla e shkrumave, se nuk është shkrum, po. Nuk e di pse. Sa kom jetu, anina kom përjetu edhe shumë, edhe demonstrata, edhe protesta, edhe lëtsjelës këto, gasnat e të gjitha ato, do thëtë, ke jetu në një realitet shumë të vrasht, mirë po edhe në që ato kohë kemi gjetë kohë, mu mbledh, me dalë, me shku, me bo. Do thëtë shkollë, vitet mas nejna, edhe pak para luftës, tani më kujtohen helmimet shkollë që kanë qenë. Do thëtë shumë ndodhë ke, edhe shumë e randë, edhe kom pak si kështë si mjegull që atë periudhë kohore. Për shembull, a thu pse? Po mendoj ndonjëherë, në një pikë caktu me djetës, se kom këtë kretë jetës tame me vlerësu, me hullumtu, kom ri deri ka që ajo periudhë, që aty mendoj që janë disa gjana hala që nuk i kom prunë si përfaqe mirë, shtë që e kom pak si mjegull. Edhe, po mendoj, koko, vjen dita kur edhe aty i hi e hullumtoj e më kujtohen gjitha. A je taku me shoqet e shkollës mesme? Po, i kam shoqet e shkollës mesme. Herën e parë që më taku, konë mas 20 vite për mramjet maturës. Ka qenë shumë interesant, se kisha me dyshje a me ardhë, a mës me ardhë. Do të se dikush që na e hupëm vitin në shkollë. Na përjashtu për i shkollën vit 2, të këthy mas ne e përmisum pak vetën, mirë po e maj men, po i thëmë shoqës tamë, thash s'po t'ja me shku. Thash qaja generati kum këput me ta mas viti 2, po ta qka është të mundu? Po s'ti bre, thash atër kom qenë krejt tjetër njeri, tash jem krejt tjetër njeri. Tha, a për shkollë kja? Thash, po bre, atër, qatë vit hiq s'kom su, hiq. Po tha që kompleksu është, ta meri ato diploma, tha që ti në qofta dhe shko. Thash, qka? Thash, nuk është aty, qeshtja. Po shumë kom qenë e lundër kur jom këthy, se e komar, jom shku me një shoqe, edhe tamam kemi rrinë hymje, të është hoteli i madhe. Suisi, Emerald. Emerald e kemi pas mërë në maturës, edhe si kom pa shoqet edhe shoqenin me cilë kemi najtë, si kur mës me u pas shkëput kura, shumë interesant ka qenë. Edhe 29 vetë kanë qenë klasës tonë.
një mramje fantastike dhe tash isha rregullisht. Disa prej tyne shina ma shpesh, disa ma rrallë, po shihemi me shoqet A e i shkollës përmendni kohën kur keni filozofu? Po qysh jo, po ato janë kujtimet ma të mira. Tash krenomi me vetën sa të guximshme kemi qenë atëherë. Po atëherë nuk e kemi përjetu qashtu. Shumë bukur. Pastaj, çka ndodhi? Pse shkove për Londër? Kur shkove për Londër? Në Londër kom shku verën e 98-të. Lufta veç ka pas fillu ka shkurti në venet ma rurale, qytet ende nuk ka pas diçka të ndodhë. Ndështë krejt e kujtojnë këtë kohë, po është ajo koha e para luftës kur prind nuk ishin në puna. As mami s'punojke, as babi s'punojke, as dojt, as saqt, as kërkush nuk punojke. Ishtë një periudhë shumë e vështirë, edhe ne ishim 5.000, edhe veç u mërzit jeta në Prishtinë edhe dojsha me dalë dika. E di Londrën e kom zgjedh, Anglinë e kom zgjedh, për shkak që e kom fol gjuhën, kom studiu gjuhë dhe letërsia angleze këtu, edhe në atë Prishtinës shumica dhe e kemi fol prej filma, prej muzikës, e kemi mësu e dësha do ta kem ma letë. Do të vendimi jam për me shku, thash çka do që të ndodh, pasi që isha veç me mamin edhe me motrat, thash unë me qenë jashtë mu i më ndihmu ma shumë. Edhe në ndërkohë tani bësha dhe plane për veti, çka mu i me bo, kur nëse shkoj dikun tjetër, qa kësha pas qef me bo, mirë po njona prej arsyeve ka qenë edhe qaja me mujtë edhe mi ndihmu familjes. Si e kishe në Londër? A arrite që ta ndihmoje familje? Po, fatmirësisht po. Punë kemi pas, kemi punu në për restorane, në për bare, kemi mujtë me im punë mas një jave, do të thotë nuk ishte ajo punë problem. Rrugtimin në Londër ka qenë shumë interesant, për mes Greqis, për mes Sërbis, tani për Greqi, tani për Angli, edhe nuk më kanë shku shumë mirë ato regjistrimet e ato, kështë që një 5 javë më kanë majtë në të shëzendër për me më këthy, e përjetova edhe burgon. Edhe pse ishtë një farë vendi ishtë kogja si vend ku jetohet, jo as i burgu klasik, se ishin domat, ishin kuzhinat, ishin krejt ato, po një 5 javë do thot me fillim, alo pa mri, pa i qitë kompt në Londër, vendosën me majtë. Mirë po, mas nejna u kryo ajo, edhe qka kom pas specifike për Londrën, se shumë të gjeneratës time kanë shkut njëjtën verë, njëjtën ko, edhe kom pas përkraje prej shoqërisë shumë. Unë kom pas miq të shkollës që më kanë shku në Londër, ende vazhdojnë me jetu atje. Do të thot njihja njerëz edhe prej Prishtinës, kemi jetu atëherë në për banesa ka 5-6 vetë, me një banes 2-3 dhomsha, po... Edhe ajo ka lezetin, pak. Veç sa të ashtë, për nane tjetër një farë knaqësi edhe një farë lezeti, për të herë parë je vetë, krejt je përgjegjësi për krejt çka banë, je në një shtet huj dhe qyshe mbajshëm edhe qyshe përkrashim një tjetrin. Që ajo është fenomenale edhe sa të ofron me njerëz, kur jetan në Kosovë, patriarkalia dhe kultura jonë familjare është dyshysh je me familje. Je me motër, je me vlla, je me qikatezës, je me këto, edhe sot dëshon njerëz të ndihen ma të afërt me dikon, veç pse janë familje, se sa me dikon që kanë diçka të përbashkët ose e kanë shoqnin. Përgjithësi s'po du me i generalizu të gjithë. Mirë po, në Angli që ka na ka ndodhë, është që ajo shoqni të bëhen ma të afërt se familja. Do të thot, sot da ditë shoqet edhe shoqërinë tame e qmoj shumë edhe i kom shumë të afërt. E kom shumë të rëndësishme rritin e shoqënisë edhe me korri. Miqt e asaj kohë hala i ke miq të mirë, hala vazhdon me ta të jesh. Çka thanë ata kur u ktheve? Më kanë përkra shumë. Shumë. Të thot ju mëngaj, edhe mu mungojnë shumë, mirë po me përkra më kanë përkra shumë. Shumë mirë. Në trego tash ti u gjinde atje, në 5-6 veta keni fjet në një banes, në një dhoma, po në një banes? Në një banes. Në një banes. Edhe, keni jetu si një komunitet i vogël që ndoshta përpara nuk jeni njoft, a jeni njoft ma herët? Me disa po kishe edhe aty edhe njerëz që nuk i ke njoft përpara. Kom pas fatin se thash gjenerata ime, një shok i klasës që kom pas 4 vjetë klasë, kemi punu këtu në Prishtinë 2 vjetë, bashk, ishte atje të njëjtën kohë, do të
njeri i parë që u lajmërova, ish veç taku me disa, një shoqes të minis, e kom pas atje do të mujtë e parë me to jam shoqëru të në kohën, e kur ndroj pak shoqënia është kur u bona nan, edhe që aty jeta edhe jeta ndroj shumë ma ndryshe. Mirë, para se të kalojmë të çështja nanës, çështja martesës, të koncentrohemi pak të ato ditët e para. A ishte vështirë me gjetë punë? Tha që pas një jave ke fillu me punu. Jo, vështirë me gjetë punë, jo. Ato ditë e para janë konë lezeti ma. Herën e parë që dalë në Londër, pas javë kisha najtë mrena, dhe të të në shkova në gusht, tash ishte 7 orë i ftoft, unë në çantën time kisha veç 2-3 fustana, do pantull shkurt, kështu edhe me nëziu për mbledha, mu veshme një kushi shok i dajve të mi, hajde tha po dalim sonte, e kish 2 ditë që dola, erdha në banes të ajma s'pare, edhe shku me një farë klubi, Kafe de Paris. Gjere, tash, me jaknet keret, unë në atë varë klubi. Po, kemi punu shumë, kemi bo ka 2 puna, 2 zhogjet mjatë dhe ka 3 puna i kena bo, po edhe jemi knaq shumë. Tash gjithë shqiptarë se puna ma shpejt mbrike në gastronomi me punu. Dhe të gjithë puna ishen ose në për restorane, ose në për klube, ose në për naj exclusive klub, edhe undishim si, për një mas si VIP. Se ku mrishim, ndishin të folë Shqip, hajde hini mrena. Do të ke hymja kushtëjke 15-20 funda, po na hishim. Kur ishim mrena në bar, ish një shqiptar, që ka përdoni me pi? Mas ne një feshim prej ku punojshim edhe që ashtu të njeni tjetëri, vikende dilshim, u shoqnojshim, kaleshim mirë, dhe të ka qenë edhe fështirë, edhe kemi punu shumë mirë, po edhe jemi knollë shumë. Shumë bukur. Edhe vjen periudha kur ti njihesh me bashkëshortin. Po. Edhe? Shkojme për këthy jashtë Londrës, kur erdhë në refugjat, të të prit që aty të ka fillu karriera janë profesionale. Shkojme për nusi për këthyse, mirë, por në ndërkohë na marrin si asistente të punëtorëve social, edhe një vit kemi punu aty. Kthehemi në Londër, atëherë veç u martum edhe fillova rrugtimin e familjarë dhe të amësis time. Ti ketë 2 vajza. 2 vajza. 2 vajza. Sa vjeç janë ato sot? Zana i ka 25 edhe Hana i ka 23. Ato vazhdojnë të qëndrojnë në Londër, apo janë këthy me ty? Hana ka shku në studime në Skotland, me 18 vjetë, shumë është e pavarur, shumë është punëtore, edhe i ka kry studimet, po qëndron atje edhe pak me jetu, dërsa Zana e madhja jetoj ke në Londër, po u këthy para një 6 muje. Në Kosovë? Në Kosovë, edhe tha po du me jetu këtu. Me mamën. Unë ashtu, apo më vjen për masa, unë e të lash në Londër, e të tash po vjen për masa. Po me ajgore, kemi një relacion shumë të mirë, të hapën, flasin për gjithë shka, edhe mu më inspirojnë shumë. Shumë gjana njetë i kom bo ma mirë, shumë gjana njetë i kom su për i tyne, për hirtë të tyne. Shumë bukur. Faleminderit shumë. Para se me kalu të këto 5 pyetjet në kajmak të cilat i pregadit Beni, unë do të doja të përqëndrohesh atani tek komplet puna jote, studimet e tuja për të arritur këtë thirrje që ke. Je trajnere, je coach në vërtet, që i vjen pak si personal trainer e ashtu. Po. Në gjitha ato që i përmenda, do të thot në human behavior, në well-being, personal well-being, të mos themi që tani edhe me support group Kosova, je ty majt disa trajnime fantastike për menopauzën, edhe ishte shumë e befasishme për mu, po shumë e bukur si fakt që dikush po man trajnime me gra lidhur me këtë gjë. Por para se të kalojmë të kjo pjesë, pjesa jote e edukimit tënd personal, arsimimit tënd personal. Kur mendoj për karierën tame, ku kom fillu dhe ku më ka që lidhet direkt me personalen. Kur ju bona nan, filloj çështja e prindrimit, e sjelljes të miut, e asaj, atëherë filloj nevoja edhe kurreshtja për natyrën njëri. Gjithashtu të e mundu me kuptu edhe veten, prej ka vi, qysh jom rrit.
kom fillu me psikologji, me zhvillim të fëmijët, edhe kom bo punë sociale, psikosociale, me familje, me fëmijë, edhe prindrem. Kemi mbajt edhe kurset prindrimit. Do të thotë, kureshtja jame qysh me u bo non ma e mirë, qysh mi kuptu fëmijët e mi ma mirë, që me mujtë mja u afru që do ato që ju nevojitet, më ka qu studimeve të psikologjisë, tani në familjare, në punë familjare. Kun punu në komunë, edhe 10 vitet e fundit e kom menagju një prej ekipeve 5 që kemi pas, se komuna ku kom pëndohë, sa kretë Prishtina, do të si me thonë të Dardanis ose të kësaj. Qysh u rritën fëmijët pak, u rritën qika të bënën ma teenagera, atëherë fillova pak më orientu ka trit me punu me qysh me punu me trit, qysh funksionojnë trit, që është koha e pubertetit, qysh i efekton trit. Kur u bëna menagjere në punë, atëherë fillova trajnimet për menagement, për leadership, tani vonë e kom kry masterin në 21-ën, 2018 deri në 21, për derisa studimet bachelor në 2008 e kom kry, me 2 fëmijë të vegjël, 3 edhe 5 vjetë edhe pa familje, kështu që ka qenë shumë sfiduesa. Ditën së ki pa as të mësu, as të punu, tënë ditën me qika, të i qu, të i marë në shkollë në atje, burë atër edhe aj punoj ke punat orare të ndryshme, do të unë e të natë kom mësu, për mi dhonë provimet. Dikush thot, jo vështirë, nuk më do ke vështirë, Gjeri, se isha e motivume me bo atë punë. Do të më isha dhe mi qëndru pa gjumësis. Tash e shoh që diçka s'muj mi qëndru. Preja asajna, mu ofru një shans me bo konsulencë në disa projekte, prej një kolegës me cilën kom punu në 2010, në një OJQ. Ajo ishte drejtoresh atërë dhe thonë e kom dalë, e kom qelë kompanin për konsulenca, apo më vynë për qëta. Do të thotë prej familjarës, në menagement, në konsulenca, edhe tash në Kosovë, i kom 2 vijat punës. E kom registru edhe biznesin, do të thotë këshilla konsulenca edhe programe zhvillimore për leadership, për menagement, mirë po edhe për çështje tjera mrena organizatës. Mendoj që për shkak që kom punu në një organizatë shumë progresive, shumë moderne, me shumë politika të shëndosha, mendoj që kam shumë përvojnë që ato dhe kam që ka me ofru në Kosovë me qatë përvojë dhe me qatë deje një prej atje. Jo do më zdo me pru të gatshme qysh është, mirë po me ju përshtatë nevojave edhe mentalitetit, edhe nevojave, edhe mendësis, mirë po edhe me mujtë me pru pak ndrim pozitiv. Për dirisa me support group Kosovën është shumë interesant se para se mu këthy, 2 vjetë për para, Rita, jom kom pas njoftu me to, po, Loqka, jom kom pas njoftu me to përmes një shokut përbashkët dhe po më tregon që ka po bënë dhe ishe interesume se si psikologe, a mund është me bo diqka edhe patëm një bisedë shumë të mirë dhe më pëlqej shumë koncepte. Koncepti support group, si në grupeve mbështetëse, gjithka në përbot është shumë i shprehon, është shumë i përdoron, edhe është një mënyrë ma e lirë e qasja të ndima. Përveç asajna, ju krejt problemet ose sfidat që ballafaqohemi me ta, janë të nivelit të diagnozimit. Shumë probleme dhe kriza që i shodrit që ballafaqohen janë ekzistenciale ma shumë, se sa që janë që e mbrini kategori ose një nivel ku lypet një diagnoz klinike. Do të thotë support group Kosova nuk pretendon me dhonë diagnoza as me bo shërime individuale të tilla, mirë po më i mbledh njerëz me përvojat njëjta, me përvojat ngjashme, për mi normalizu disa biseda që të na janë shumë tabu. Sidomos biseda shëndetit mendor, biseda prindrimit, prindrimin kër e kom ba me vjetë, e kom pa sa pak persona flasin për këtë punë, për sfidat që ballafaqohen, edhe tash së fundmi, erdhi ideja për me bo një program për menopauzën. Krejt për shkak të arsye personale tu nis edhe prej menopauzës. A jenë menopauzë? Po sigurisht edhe kom përjetu që që kom pas frigë. 43 vjet isha, kur fillova me mendu që po çmendem, edhe fillova me përjetu ndryshimet të disponimit edhe të humorit edhe të mirëqenies tame drastike,
u frigova, shkova te mjeku dhe thash po du me referu te psikiatri, tash kur je në fushën e vetë isha psikologe, e çdo ditë e diagnozojsha veten, edhe thash doktoreshës me referu te psikiatri për diagnozë. Fati, qëlloj njeri, okej, tha vish njëherë, para se me të referu, pi bojna do analiza, vish të këshyrim ku je. Edhe pas 3-4 dite, kur më thirim rezultate, tha ti estrogenin e kincero, të takimin në pap. Ha? Qka? Qysh? A është e mundën? Qa do me thonë kjo? Edhe më ka shku një vjetë e gjys, tu hulumtu, tu marrë me atë punë, me probleme shëndetësore, me prediabetes, me shumë gjona lëvizën, me metabolizmi, edhe mas një viti jo më stabilizu, kom marrë terapi, kom pas ndihmë shumë, kom pas ndihmë edhe në punë, e qëta e kemi bo edhe këto me support group Kosovën, e kemi bo për menagjera dhe për HR, një sesion për menopauzën, edhe ka qenë shumë e suksesshme, kemi pas feedback shumë të mirë. Ende është tabu. Ende gratë nuk e flasin lirë. Ende nuk e flasin, edhe për mu është diçka që është natyrale, edhe diçka që është të të ndodhë, edhe diçka që është totalisht jashtë kontrollit tanë. Nëse nuk e flet, ku është marrja aty, ku është stigma aty, ku është problemi për me folë. Se vetëm tu e folë, atëherë mujmë me bo diçka për atë punë, me prunë vedijen tonë, edhe me kërku ndihmë. Edhe shumë gra vujnë në heshtja, edhe vujnë prej problemeve të ndryshme që i shkakton menopauza, qoftë me osteoporozë, qoftë me probleme të zemrës, qoftë me tension, qoftë me këto, edhe nuk marrin tretman, pse thonë, veç është proces i jetës. Po, është tranzicion biologjik, mirë po nuk do me thonë që duhesh me vuj. Jo të gjitha, po globalisht, 75% të grave përjetojnë simptome të menopauzës. Se ki edhe gra që thotë se kom një. Absolutisht. Mirë po njena që nuk e ka një vërtet dhe ka të i kalu menopauzën aq lehtësisht për shkak se është tipi til, është tër humor dhe kompletat periudhën e menopauzës e ka te i kalu të i bo hajgare me vetë vetën, të i bo hajgare me ne, është Ola, dhe Ola sjell recetën e saj sot. Përshëndetje shikues të nderuar. Për ju sot kom përgatit një recetë shumë të vjetër dhe ajo është pasull me qumsht. Prandaj, une do t'ju tregoj se si o gatu. Më kujtohet si fëmija, atëherë kur kom qenë vogël, ishte gjella ime ma e preferuar, të cilën zakonisht e gatujte hala ime, rukmoni, e cila ma ka lënë dyqysh jo s'po dy që më thonë, jo si amanet, po dyqysh më ka me thjesht një dëshirë për me gatu edhe sot në familjen time. Për ato ju nevojitet vetëm pasull, krep ujë, një qep, pak gjallë, dhe kurgjo tjetër. Unë e pasullin sot edhe resetin po e pregadis me pasullin Grasano. Një pasull jashtëzakonisht i mirë. Nuk keni nevoj me zi ma shumë se 1 orë e 20 minuta. Pra, nëse leni edhe gjatë natës dikush që ka dëshirë me lonë pasullin, atëherë sigurisht për 1 orë është i gatshëm. Pasullin e merrni, e matni sa jo vynë për familje, si zakonisht që shëboni, çdo herë. Dhe e lani 3 herë dhe e leni me vlu pa kur gjo. Pastaj ujin e parë e hudhni, e derdhni, dhe atëherë e qëtni ujin tjetër, e veni një qep, krep, edhe asgjë tjetër deri sa të zihet pasull. Unë paraprakisht, për mos me marrë shumë kohë, e kom gatu, kom zi në shtëpi dhe ja po e shini. E zini deri në atë masë sa që tavollohet të gjithë uji. Dhe më thonë, mos me met ujë me shumë ujë, po me met zakonisht kokra me shumë pak ujë sa është e mundshme. Dikur me kujtohet sa vështërsi ishte u dëshke me shtyp me atë shtypsin e dorës, kurse tashti po mundemi me shtyp me blender. Pasullin pasi që keni blu mirë, e ktheni prap në shporet. Ja shtoni një copë gjallë. Dikur është bo me gjallë, për arsye se nuk kemi pas ndoshta kontakt atëherë me vaj ullirit ose gjendë shumë rarë. Por, nëse dëshironi munën e me përdore dhe vajin shkrela, që është jashtëzakonisht i mirë, dhe vend se me vu në pasull
gjalp, atëre veni edhe vajin udhirit shkrele. Por une sot vendosa me bo ashtu si mas receptës të cilën e ka bo hala ime. Dhe tash e përzini mirë, edhe tash i shtoni qumsht, aq sa dëshironi me qenë pasuli i hodh. Tash ti vetëm pas ja keni shtu qumshtin dhe gjalpën, e përzini dhe e pritni deri sa të merr një val. Si të merr një val, ky është i gatshëm. Unë zakonisht kur e gatuj pasulin nuk i vej me një herë kryp, po ma vonë. Por thuhet se nëse doni me pas pasulin me kokër të fortë, atëherë kur filloni me zi e qitni krypen. Pra nëse doni me uzbut kokra pasulit, dhe me thonë mu shkapërder dhe ashtu gjatë zirjes, atëherë e qitni në fund. Pra tash i shtoni kryp, aq sa keni dëshirë, dhe tash pas i vloj, thjesht munemi me një herë me servu. Dhe ja, kjo çorbe pasulit ose pasul me qumsht është e gatshme dhe zakonisht shoqërohet me turqin. Nëse keni green garden, e keni të ndryshme, është tranguj, sallat të përzir specave, gjithashtu edhe speca djegës, prandaj mund t'i kombinoni dhe shkon shumë mirë me turqi. Shikues të nderuar, me këtë gjellë shumë të vjetër, dugagjina se unë ju përshëndes duke ju uruar gjatë të mira. Unë tash duhet me ta dërgu ty një SMS pazarar, nuk e shikon, e bën copy and paste në 5 numra të mikeve, kolegeve, kujt të dush. Mund është Ritës Smjaçu. Mund është edhe Nerminës Smjaçu. Për ndryshe, projekti ime në pauzës të cilën momentalisht është e angazhuar për pos atij projektit madh që e ke me IPCON, është i financuar nga Ambasada Suedeze. Po? Financion e implementon Community Development Fund. KDI-a. Po, CDF. Nermin Mahmuti. Edhe është pjesë e projektit Human Rightivism. Shumë do të thotë në kuadër të Human Rightivism është e drejtë e njeriut, e drejtë njerëzore. E ti kthena asojna që me suksesin që e ka pas në vendet të punës, argumenti është që gratë në këtë mosh janë mas produktive, tunis prej vetet, fëmijët janë rritë, e kanë kohën ndryshe, mirën ma shumë e vete, fokusohen në karrierë, mirë po globalisht, shumë gra mendojnë me lanë punën qitë kohë, për shkak të simptomeve të menopauzës. Edhe është përfituese edhe për organizatat, edhe për bizneset, edhe për kompanis, me u vidisu për menopauzën, që me mujtë me mbajt stafin, për me mujtë me mbajt ekspertizën shumë vjeqare që e ka në ngratë këtë mosh, edhe për mos me hup talentin. Mos me humb edhe përvojën institucionale që është shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësi. Do të thotë është mirë pritë shumë që kjo, edhe ka pas shumë vullnet për me bisedu për këtë punë edhe për me pru mrena organizatës si trajnimi shkurt ose si një diçka. Shumë e bukur. Prandaj miket e mia të dashura, të gjitha që jeni në menopauze, ju ka pa i sikleti. Se prik këtu, e të nalt flok, ka qes. Qiteni flokën, thuni, shko që andej, unë e vazhdoj me punu, unë e vazhdoj të jem ajo që kam qenë, me disa ndryshime normal, por dujeni veten në ditën e sotme, mos e harroni atë që keni qenë, por duajeni veten sot. Se kjo është që na pret të gjithave. Me mujt me e maintain që thojnë, me e mirë mbajt këtë që e kemi sot, është shumë e mirë, por në çdo moment, në çdo hap të jetës duajeni veten. Kur e doni veten, çdo gjë shkon më lehtë. Burrave i thojmë duni. Duni bre vlla, duni. Po gjithë, shpesh e mendoj këto duje veten, po për me ditë me dash qysh e dan njeri veten? Qysh? Çka do me thonë me dash veten? E don me të mirat edhe me të këqijat.
do të thot me probleme, me halle, se nuk ka njeri pa halle, nuk ka njeri që nuk ka përjetu gëzim. Do të thot, me halle, me gëzime, me të mira, me të këqija, me të gjitha. Do të thot, edhe kur të dhem koka që është mëngjes, duje vetën. E mësuj dreqi ta haj qka po më dhem të shkryt. Teorikisht po, për çka shumë praktik është shumë njerëz, me shumë njerëz që punoj, kur vjen deri një pikë kur ata duhet me bo një ndrem, ose në diçka për me e dasht vetën, me ngadalsu pak, ose me ndalë diçka, ose me ja fol vetet në i veti që si pëlqen, shumë a letë është me e thonë se me apliku në praktik. Ose me umësu me thonë jo. Me umësu me thonë jo. Ama po keq kuptohet shumë. Se në të gjitha trajnimet e menopauzës, për shkak që është një periudhë kur na fton me u ngadalsu pak, na fton me qenë ma të mshirshëm me vetveten edhe me pranu që ka është të na ndodhë për me mujt me te i kalu ma let. Njërë prej gjonave që bisedojmë në për grupe është me thonë jo. Po të na si kultur edhe si mendësi që jemi, nuk vlerësohet edhe nuk shiqohet pozitive ajo, me thonë jo, konsiderohet si vetjake, konsiderohet si që nuk po ta ndin për tjertë. Mirë po, unë shpesh e thamë, po thamë jo sot. E në momentin kur bash s'tandin mo, edhe është mirë mos me tandi, kur dikush mendon që ti je vetjake. Edhe po mësohen njerëz. Për shkak se është mirë ndonjëherë me qenë vetjake, se ne të themi kështu në general, jemi mësu që me qenë nanat mira, gratë mira, punëtoret mira, çdo gjë mirë, pastruset mira. A bërë mos me qenë? Ban. A bërë me thonë jo? Zgjedhe një që po dënë me qenë e mirë. Se na në ndërkohë jena krijesa sociale. Absolutisht. Na nuk muj me mbjetu pa njëri tjetrin. Vetmia edhe në mbrana lidhjes është pandemia ma e madhe që i shkatron njerëz. Do të thotë, marrëdhëniet me njerëz, me fëmijë, me familje, me partner, me shoqëri, me kolegë, janë shumë të rëndësishme në mirëqenien tonë. Do të thotë, është një farë paradoksi me qenë vetjake apo me qenë rreth njerëzve. Në atë rreth të njerëzve që kujdesemi për ta, qoftë prindi, fëmiu, motra, partneri, duhet veç me fut edhe veten atë. Se jo mo shkëput krejt. Për nëse one po bëj për këto, kur po vjen puna të vetja, po thëmë, po pritaj, që ajo është mës me e dasht vetë-vetën. Nëse une ka më rëndësi fëmiju jam me pushu, edhe kur është i lodhën, me ja bo një drek, me ja bo një kujdes, pse se kam rëndësi me bot njëjtën kur une jam me lodhën edhe kur une muj me pushu. Do të kjo thirrja me thonë jo, është jo me thonë... Me thonë vetës po. Po, me i thonë vetës po, edhe me thonë jo sot, për me mujtë me thonë po nesër, edhe për me mujtë me thonë po ma gjatë. Se nëse nuk e futim vetën që atë rreth kujdesit, atër kemi me u hargju, kemi me u djeg, edhe në fund kemi me mbet me shumë dame ndaj vetë vetës, që s'kemi me mujtë me shijuti me thonë po matutja. Se atër thu jo me zatë. Agranvula jo. Në herë jo, në herë po. Lidrivula jo. Nanës nuk më imi thonë jo. Okej, punve? Jo. Kom të mi tavolin? Po. Pa edhe nanës në herë i thu jo. Une jetoj me nanën. Une jetoj me nanën e kam 91 vjeqë dhe shumë shtirë po vjen me i thonë jo, për shkak se shumë të në kohës nuk rimete, për shkak se punoj shumë, dhe në momentet kur rimete, atëherë më vjen ranë me i thonë jo. Se edhe mu më ka ra prej që jam këthy, nana ka qenë smut, edhe më ka ra me këqyr. Edhe kur u pajtova me faktin që au të ndohë dhe di me vazhën e kemi bu një bisedë, ma më tha është fer, tha sa u ktheve, ti u ktheve për vete, me përnu tash të pëtbjen me nanën. Thash fer jo, e kanshme jo, thash por duna dhe s'po di ndryshe dhe s'po moj ndryshe. Thash pytin që e kam është, në qitë proces, sa të kujdes nga për nanën, qysh mu kujdes edhe për vetën. Do të të pauzat, ditë të cilat shkëbehemi me motra, e marin atonë i vikend, për me madhon mu qatë hapsin, për mu rikuperu. E kemi edhe kujdestarën, sigurisht mirë po në shpet që ato jam, 24 orë, do të
Nuk është për mës me bo punë për kërkan, nuk është për mës me ndimu dikuna, nuk është për mës Absolutisht. me dhonë tjerve. Po qysh në qatë proces ty e dhonë tjerve, mës me harru vetën edhe me pas edhe vetën prioritet. Se sa ma e fort që jo mëne, që është ma shumë me ndimu juve, ose tjerve. Absolutisht, absolutisht. Dhe në këto momente, miq të nderuar, ne do ta ndalim pak, nuk e di a i qove ti SMS-at? Po e lajmë Suzanën që t'i dërgoj SMS-at, ndërsa ne shkojmë me recetën e Rudit. Me djel e mirë, si gjithmonë, ku tjetër mua e gjusë me gjerin. Qka kemi me pregadit sot, qka kemi pregadit? Fillimisht unë e kom fillu, i kom vendos vishnjet për vlim, në anën tjetër e kom vendos çokoladën me ushkri, me pana në mikrovalje. Dhe këto do vendosim pjesën tjetër të panës, ku do arrohim. Qka po pregadisim sot? Sot kemi me pregadit një ëmbëlsirë në gotë, që është me çokoladë dhe me vishnje. Këtë pjesën tjetër të panës e bëjmë me mikser. Kjo është 70%. Këtë gotë kemi me e bo ëmbëlsina. Vishnjeve i kom shtu vetëm një luk të gjellës sheqer, që me pas parasysh, dhe e bashkojmë çokoladën me panën e rohur, si që dhe po e shini. Kemi pregaditur me çokoladë të qumshtit, për atë arsye edhe krema është më e qeltë në ngjyrë. Edhe çokolada e qumshtit forcohet shumë ma shpejt se sa çokolada e zezë, për shkak të sasisë së yndyrës që përmban krema, çokolada. Dhe kemi me i përdor këto, në pasti qeri i thojnë Gold Flex, është si një lloj cornflakesi, që kemi me qitë në pjesën ropë, për mora limonin në vete, në pjesën në fund të kotës. Pastaj, me një luk tjetër, e marrim dhe vendosim sasin e kremës. Edhe pse është e fort, mos u merakosni, për arsye se tash kur t'ja vendosim vishnjën e nxehtë, zbutot krema. Dhe vazhdojmë me procesin e njëjtë. Sërisht Gold Flex. Krem, pas na pregadit krem në sasi ma të madhe, mirë po e përdori për ëmbëlsira tjera. Doja vendosim një sasi më të madhe të vishnjës sipër, në mënyrë që të duket më bukur. Që luk pelojmë shtu se nuk i dihet e hajnë luvaki. Sa për dekor pak gjethe mente. Mish të dashur, ja pastrojmë venin kësaj bukuroshës, një ëmbëlsirë me çokoladë, mirë po e ka dhe të tharptën e vishnjës, që mos e lani pa e provu të shtëpia me bu. Çka është e mira e kësaj ëmbëlsire që çokoladat mundeni me i siguruar me për markete, panën mundeni me gjithë market, vishnjën gjithashtu, kështu që veç që gamit me maru. Deri të ditën e ardhshme, mirëmbëjtje. Ndoqëm recetën e Rudit, Suzi i dërgoj 5 mesazhe, tani presim mesazhet që të kenë përgjigje, ndërsa para se të kalojmë të këto 5 pyetjet që i pregadit Beni, ne do ta lexojmë se çfarë mesazhi ka dërguar Suzana Lutolli tek miket e veta. Më kam thirrë me ligjeru për menopauzën në njërin nga kompanitë e mëdha këtu. Më thanë, hajde qetësoj gratë se na tranun krejt. A të shkoj mi tranu edhe ma shumë, apo s'po shkoj heq? Qka po thu? Kjo... Dash, zhë po bëjmë përshtypje që shkollë mu përgjigj. Edhe mu po m'intereson si do t'jenë përgjigjet, po derisa të fillojmë të i marrim përgjigjet, ne fillojmë me pyetjet e Benit. Okej. Okej, qka është me vështirë?
me rregullu një kulturë toksike në punë, apo një marrëdhënie toksike, çfarë do qoftë ajo? Opa, hajde Beni. Dyjat janë të vështira, toksiciteti shpesh vjen edhe prej traumës, edhe prej gjonave të papërpunume që i kanë njerëz, do të si në lidhje romantike bashkëshortore, si në lidhje prindrore, ka punë pa e gishëm, fillon prej reflektimit në vetë vetëm, pse po bëj, çka po bëj, e tani del deri te tjetre. Pak ma vështirë është në punë, se nuk është veç një ose dy persona. Një gjë që shpesh e shoh, CEO-t edhe drejtorat ose pronarët organizatave shpesh herë thirrin edhe kërkojnë me i rregullu gjanat me stafin. Çka del në pa është që gjanat mas pare duhet me fillu prej CEO-s. Prej kokës. Prej kokës. Është pak sa shpesh vjen si vështirësi, se dikush që e ka një biznes sukses shumë 10-15 vjetë, e ka pak të vështirë ndonjëherë me mendu që edhe ati i vyn pak punë, se unë sukses shumë e kom drejtu që 15 vjetë që i organizat. Mirë po, shumë organizata dhe shumë biznese po vinë në një pikë ku diçka s'po funksionan. Do të ka funksionu që 15 vjetë, ose janë rritë, ose ka ndryshu kultura, ose ka ndryshu mentaliteti, ose... Edhe stafi, ko vetë fundit në për organizata. Edhe stafi, edhe vetit e konsumatorit, edhe blerja, fuqia blersa, ose konsumimit që ati produkti, apo shërbimi, edhe do të, i thomën e një fa reset me bo, me i me këshyrë ku je, pse je, ku je, edhe ku po dënë me qenë, e me fillu prej qasoj gjone. Toksiciteti rregullohet vetëm të shiku mbranda, edhe të punu me njerëz të cilët janë të sjell në mënyrë toksike. Jo domosdo janë prej natyrës toksik. Shpesh prej gjonave sjelljeve që na i aplikojmë për dishmëri, kanë dam ose kanë efekt, impakt të tjetri, po nuk jemi as të vetëdijshëm. Krejt fillon mas pari me vetëdijsem. Po në organizatë është pak ma e vështirë se ka njerëz ma shumë, edhe diversitet. Thank you Beni për pyetjen, ishte fantastike. Shumë pyetje mirë. Shumë më pëlqeu. Çka i bëjmë tash kësaj pyetje? Veç Elena, të po. Tash vazhdojmë me pyetjen e dytë. Okej. Cila është një red flag që njerëzit e injorojnë për t'je kap për 3 sekonda? Red flag ma e shpejta që e kapi është kur njerëzit janë të usil, qysh janë të usil dhe janë të anku për qëta. Edhe kur vjen puna, zakonisht drejtohen jashtave të vetës. Qysh kom punu me prend, kanë ardhi kanë pru fëmijët, ndresh ma problemen me fëmijon, edhe ka dalë që fëmijo është në pikë zhvillimore të duhur, do të krejt është të i përmbush ato milestones të zhvillimit, po qasja e prindit është pak problematike, do të në prikrejt referimeve që i kom pas që mu janë mi 200-300 familje që kom punu vitet e fundit me to prikrejt botës, Londra gjatë mire ka, se krejt kulturat i kom pas atë, 90% raste del puna ka fëmiju. Është red flag që me një herësh, kur njerëz drejtohen jashtë, qoftë në lidhja, qoftë dikon, mas parim vinë me thonë kë, ose aj, ose puna, ose kjo, ose aja. Me punë zakonisht del që dika, këto janë faktorët jashtëm, që s'mërësh mi kontrolu faktorët e jashtëm, e qka është të ndodhë mrana të jenë që të proces, ku jetë ti, qysh je i pozicionum ti, ku po të dhamë ty, qka po të efektuan. Dhe me thënë, praktikisht kjo i bjen që ne ankohemi për faktorin që është që nuk jemi na. Po. Faktorin e jashtëm, qoftë fëmiu, qoftë puna, qoftë bashkëshorti, qoftë motra, qoftë nana, do të thotë ata kanë faj, jo Do të une. diçka që po bojnë ata, diçka që po bojnë ata, po ta shkakton ty krejt këtë dhinë. A në të vërtet, problemi është brenda. Në të vërtet, njerëz mujnë me të shkaktu dhinë, nuk është ajo që s'është e vërtet. Absolutisht. Mirë, po në shumicën e rasteve njerëz janë veç të qenë vetvetja. Është na që jemi ata që kemë problem me njerëz të tjerë, që mundojmë i kontrollu njerëz të tjerë, që mundojmë me kontrollu outcome-in edhe rezultatin e një bisede ose një interaksioni me ta, ku vnojmë shumë pesh edhe quajmë shumë energji jashtë, gjona që s'mundesh me kontrollu. Përderisa paksa pe qasoj energjie me kthy mrena,
me kthy kavetja, me kontrollu qasjen tone ndaj asaj situata, me kontrollu përgjigjen tone. Reaktiviteti për shembull në Kosovë tani është shumë i lartë xhire. E sheh në rrugë, e sheh në punë, e sheh në dyqane, e sheh në treg, e sheh në televizion. Unë nuk muj me ndëgju debatet tona se kërkush kërkan nuk e lën me kry deri në fund bisedën. Po ligjin e parë të komunikimit e thënë se askush nuk e lejon asken me kry fjalin deri në fund. Ky është ligji i parë i komunikimit fundit. Dëgjimi aktiv tingëllon lehtë, po është gjoja më e vështirë me bë. Absolutisht. Unë po kthehem në atë fjalin që më fal Beni, po e zgjas pak këtë se shumë pyetja e mirë. Po kthehem në atë që ti nuk mund të jesh përgjegjës për sjelljen e atij tjetrit. Jo. Ti duhet të jesh përgjegjës vetëm për sjelljen tënde. Dhe kur je përgjegjës për sjelljen tënde, atëherë din me e menaxhu edhe tjetrin. Po, Jo mendoj që i përket edhe fushës tënde. aty është një faktor se për me mujt edhe është diçka që e punoj shumë. E kemi stimulusin, e kemi situatën, e kemi reagimin, edhe e kemi nënki tonë. Në moment që ndodh diçka, na reagojmë instinktivisht, reagojmë intuit, reagojmë prej pozitës të mbrojtjes, prej pozitës të egos, edhe ajo eskalon shumë e shumë manal. 1.1 in communication është, në komunikim, pika e parë është qysh me mujt me e zgjat qitë hapsinën mes diçka që ndodh edhe mes përgjigjes tone. Se në qitë hapsin, që aty t'ja angazhon trunin tonë kognitiv, deri që atëherë je të punu me trunin primitiv, me amigdalën, e cila qohët edhe veç me të mbrojt e ka detyrën. Po, kur e zgjat qatë moment, qoftë me një frymarrje, qoftë me një lëvizje, qoftë me një pauzë, kur e zgjat qatë moment, atëherë ki qasje te logjika jote. Edhe me logjik, mundesh me ju përgjigj situatës prej kësaj pike, kur Nuk është e kodë të më thonë. moj veç vetën me kontrollu qasjen time. Tash ti mu që me më thonë diçka me trajtu ndryshe, unë i kam dy opsione, ose me të këthy, ose më nalë me thonë, ka dalë. Edhe një Numro që deri kom pas 10. si veti, për para që ma përshën qysh po munësh me dëru, se kom punu me familjet ndryshme, me personat mdajt rritur, me tulifar probleme emocionale, qysh po munësh, po kjo s'ka të bëj kur që me mu. Reagimi jot, sjellja jote është e jotja. Nuk e ma Dhe unë personalisht, u mundova me të ndërhyn fjalë 4 herë, në mënyrë që me e tregu se sa e keqe është ajo ndërhyrja, praktikisht kur njeriu e thot një gjë të mirë apo të keqe, edhe të keqen mendoj kur ta thot dikush ndëgjoje deri në fund. Edhe pastaj, si thojnë pleqt, numro deri në 10. Kur numron deri në 10, me gjitha ato e merë frym pak, e kur të merë frym thellë, ndrysh mendon. Krejt ndryshe. Edhe unë një praktikë që vete e praktikoj, kur jam në një situata, edhe më vjen me thonë diçka, ose me reagu diçka që thonë veti, me thonë mëj prap, mëj edhe ma vonë. Po me që thonë, edhe me këthy mrapa, nuk mëj. Kështu që nështa për momentin po mdo këtë që po më ofendon që ky person, ose s'po më trajton mirë po lem të menoj pak. A është egoja jame? A është të e thonë dikush që një të vërtet? A ka me mu? A ka veç me bisedë? Do të thotë, gjithë ja jape vetit një parapsine me ndo qka është e jamja, qka s'është e jamja, qka është për një me sulmuse direkt ose qka nuk është. Shumë njerëz të cilë kam probleme me na gjuhë që të gjana që bisedojmë shpesh, qoftë për mes punës, qoftë me kolegë, qoftë me shoqëri, është që ajo që në momentin kur di vjen që ajo e marrin shumë personale, edhe ajo ndjenja me umbrojt zgjohet me njëherë. E kur dikush të sulman, edhe ti duhesh me umbrojt, ose me sulmu mrapa aty del një konflikt jo konstruktiv. Del konflikt koti. Okej. Faleminderit shumë për përgjigjen, unë falenderoj dhe Benin për pyetjet. Shumë pyetje e bukur edhe përgjigje edhe më e bukur. Shkojmë me pyetjet zgjidhe. Nuk është e lehtë. Qa ka dit me shkretu?
Nëse do të thëje klientëve vetëm një fjali, brutalisht të sinqert, cila do të ishte? Në din ti unë çka të thëm ka një herë. Nuk dija më me përteku me një fjali, edhe s'pas na me ndu. Shja kështë thonë. Një fjali. Klientëve. Dy situata i kom. Qëtash një e kom familja, prindrim, me fëmij, me partner. Aty gjithmonë kur vjen, kur më kanë thonë, cila është tani më me rëndësi, cila është aspekti i prindrimit më rëndësi, këmë thonë. O krejt me bo, kur ka dashnia është që më e rëndësishmja. Me klient, nëse ja kësha thonë një fjali brutalisht sinqert, cila do të ishte, e që kësha thonë, në gjithdo moment, në gjithdo kohë, ki zgjidhje qysh me u sjell, qysh me u shfaq. Nuk është kjo shumë brutale. Në atu i diçka ma brutale. Se unë për shembull ja kisha bosh mës ma teshmo. Hajti. Hec. Unë e kam get over yourself. Si i bjen Shqip kjo? Shumë probleme për këthi. Te i kaloje vetën. Te i kaloje vetën. Shumë e bukur. E kështu shqy kur nuk jom të punu profesionalisht, ose kur mendoj për dikon që diçka është we need to get over ourselves, get over yourself, te i kaloje vetën vra. Se është dy gjana të ndodhë, fokusi tepër në vetë vetën, krejt është për mu, krejt mu është të ndodhë, krejt ajo nuk është ajo është shëndosh. Do shme pa vetën që në relacion me këtë univers ti jeni pik ujë në oqean as qaq. Absolut. As qaq. Sa do që i ki dhimtat e mdoja, sa do që i keme në relacion me krejt këtë eksistencë, jemi shumë të vogël. Do të thëtë edhe sot jemi nesër si jemi, kur s'ka me mbajt men kur gjo. Kështu vish te i kaloje pak vetë vetën edhe qeli sytë për rrëth teje, për rrëth shoqnis, për rrëth familjes, edhe vazhdo, edhe qeli zamrën pak për dashni. Shumë bukur. Faleminderit Beni, shkojmë edhe me 2 pyetje. Kanë ngele edhe 2 pyetje të Beni. Po ndina që në farë provimi. Beni! Me bumës me pas përgjigje, e hupi provimi. Atë ka ndodhur ndonjëherë të trajnosh dikë dhe të lodhesh aq shumë, sa që të shkon mendja, wow, edhe mua më duhet një seancë tani. Po. Në çfarë raste për shembull? Një rast më e përmend. Janë disa raste, s'është moti me një person që kom punu, që ka qenë shumë i rëndë. Edhe jo një seancë, po e kom një vetën të thonë, jo, po pas psikologë që ta shumë vinë me më këfil prej qësajna. Puna, kur e ban me përkushtim edhe me vëmendje, ti e thirë prezencën tone në hapsin me qatë person totalisht, nuk jetu me ndu dika tjetër, je krejt e koncentru me qata. Edhe të ndodhë që disa njerëz e kanë ma të rëndë energjin, disa njerëz e kanë errësirën ma të madhe në trupin e tyne dhe ajo të pasohet. Mirë po më ka ndodhë edhe kur kom dëgju raste shumë të rana gjatë punës në Angli. Fëmij të abuzum, fëmij të djegon qëllimesht, kur kom punu me viktimat e dhunës i kam pas pru të Burgut të Kosovës, 21 persona drejt prej Burgut në Londër, kemi mbajt atër grupe mbështetëse me ta. Edhe tregimet dhe ngjarjet që i kom dëgju isha si përkthyse dhe ish psikologu, kanë qenë bajgi trona dhe di që mas nej mu ka desh një kohë gjatë prema me fol me dikan, se është kjo trauma sekundare, që ato idiotizmat që ka ndodhë në qasin nivelli që e hu besimin njeri në njeri, a mundet njeri me bo që si gjana. Pastaj edhe me disa nana të reja që kom punu. Mirë po, kjo pun kërkan seanca edhe kërkan supervizem, se nëse ti punon edhe prej secilit merr ka pak energji dhe ka pak errësirë, atëherë ti mbushësh me ta. Është shumë e rëndësishme me ditë qysh me shpras vetën edhe me kërku ndihmë. Do të thotë gjatë punës në Londër, na gjithmonë kemi pas, kur kom punu me familje direkt, tani kur kom menaxhu, tani gjithmonë
Na i thona, ti pimban ata, po kush po të mban ty. E unë pimbaj punëtorët e mi, po kush po mban mu, kush po ma afron mu qatë hapsin, ku në me folë sinqerisht për vështirësitë që i kom përjetu gjatë punës. Do thot, jo dina shumë e privilegjume që e kom pas që ata, që kom mundujt me punu në qasi mënyre. E tash këtu në Prishtinë, i kam disa shoqe që jemi në profesion, kam një 2 këtu në Prishtinë, të cilat bisedojmë her pas here, edhe mujmë pak me u shpraz mas takimeve të tilla ku randohesh ma shumë. Shumë bukur. Po, ma shumë se një herë. Edhe të kanë vetë... Edhe një? Po. Një pyetje nga këto 5 që i ka fut Beni këtu. Edhe përfunduan. Cili është justifikimi më i zakonshëm që njerëzit përdorin për mos me u trajnu dhe a pin ujë kjo të te? Si individ, kur sugjerohet në i punë, ose kur vjen puna me bo punë me veti, justifikimi më i zakonshëm e ka njerëz që po ne i di këto gjana, po ne kom lexu këto gjana. Në një botë sot që jena të vërë shumë për informatave në për TikToka, në për Instagrama, në për Facebooka, trajnimi edhe coaching nuk është çështje e informatës. Se informata ati ki, ti shkon Google, shkruje, shkon në OpenAI, shkruje, ty ka me ta dhoni përgjigje. Trajnimi është se shumica e informatave janë si përfaqësore. Punën mas shumë që e bëj me njerëz që kryt aftësit i kanë, kryt i dim, po prap nuk po mujnë me apliku një njohuri ose një sjellje tyne, e që aty hyn të pak ndërlidhet edhe me traumë, pak ndërlidhet edhe me wiring, qysh me thonë, qysh jena formu si fëmi, edhe këto paternet që i shohem që na u kanë formu si mekanizma mbrojtës edhe nuk jemi të vedishëm. Coaching të bjen në vedijet tonën, arsyet edhe barierat që ti po të bohen. Apena spenu i të one, sigurisht kjo nuk është një profesion që të unë është pështit i konë me zarë mu trajnu. Nëse mirë po, unë zakonisht punoj me njerës që janë të gatshëm me i shku që asaj rrugë. është fatmirësi edhe është plus që e kom psikologjin, që e bi shumë edhe prej psikologjisë në që të hapsin si coach, mirë po terapi nuk është coaching, shto që coaching fokusohet për coaching e kalumja është veç aq sa ka me rëndësi me kuptu të sotmen. Coaching fokusohet sot edhe në të ardhmen ku po dënë me qenë edhe qysh me ardhë për pushmëri mes vlerave dhe besimeve tua dhe sjelljes tua. Shumë bukur. Pyetja është e shkëlqyeshme edhe përgjigjja e shkëlqyeshme, ndërsa tani po kthehemi te SMS-i, atë ka ardhur ndonjë SMS ta shohim. Pak po. Hajde, prej kujt ka ardhur? Njëna shoqe më thatë, ti shka dhe bërë trajnimin, ti që shdin mas mirë te. As mos shko mi tranu, as mi qëtësu edhe e shohim vetë rezultatin. Përgjigje fenomenal. Kush e ka këthy këtë përgjigje? Është Maria, një shoqe në Londër që e kam. Shumë bukur. Po super më ka këty. Tjetër? Tjerat jo në punë, motra është në punë, Milja është në punë. Bazan pas ka shkru me nduva që akom të gu, veç më thotë, hej nani thërëm. Nesër. Okej. Edhe... Rita? Jo, se hiq kërkosh të ka këthi. Okej. Në këto momente do të doja tani të ndjekim recetën e Mamadeus dhe pastaj kthehemi me 10 përgjigjet e shpejta praktikisht, 10 pyetjet e shpejta dhe 10 përgjigjet e shpejta. Dashur miq, përshëndetje, po takohemi edhe sot si çdo të ditë tjetër te pjata e bebit që ju kam thënë, u bë pjata e gjithë familjes tepër shpejt. E qashtu qysh ka ndru pjata e bebit prej pjatës bebit në pjatën e familjes, ka ndru edhe sezonat, edhe unë jam shumë e lumtur që tash jemi në sezonën e krejt frutave edhe perimeve të mia të preferume. Ndërto janë edhe shpargujt, edhe arsyeja nuk është po ju merr mendja që nuk është shija, se shpargujt edhe nuk njihen fort për shijen shumë të mirë po dobit shëndetësore që t'i sjellin shpargujt janë të pazëvendësueshme. Shpargujt sikur të gjitha perimet e gjelbërta janë shumë të mira për eshtra,
janë të mira pastaj për lëkur, kanë shumë fibra, prandaj ju preferoj që sidomos në sezonën e tyre tani që e kanë në pranverë, ti konsumoni shumë shpesh. Kemi me i bo disa pasta me shparguj edhe me salcë shumë të lehta, shumë të shpejta për me u përgatit, tash e shihni edhe jo. Veç fillimisht, po fillojmë ja hek fundet e shpargujve, edhe do t'i prejmë, po nuk do t'i bëjmë shumë të shkurtra, do t'i ndaj në 3 pjesë. Do t'i fërgojmë në vaj ulliri shkrela, si gjithmonë. Shpargujt nëse zihen, atëherë nuk ka nevoj të zihen më shumë se 3-4 minuta. Nëse fërgohen, nuk ka nevoj të fërgohen më shumë se 7 minuta. Prandaj edhe ju thash që kjo është një recet tepër e shpejt edhe e lehtë. Po ju hedhi kryp edhe piper të zi. Ndërkohë, derisa të fërgohen shpargujt, unë do t'i zjej pasta që sot kam përzgjedh ravioli. Me salvetat bora edhe dola faqe bardh këtu, nuk bona shere. Pasi që janë zbut mjaftueshëm, tani do t'ja hedhi kremin pana për kuzhinë. Raviolit u zi, vetëm po ja largoj ujin. E tani që edhe shpargujt janë zi mjaftueshëm, janë fërgu, edhe janë zi pakën veti në panën që ja hodha pastaj, edhe raviolit po ja shtoj. Dreka jonë pranverore, sipër po i hedhi parmezan, cilën mundeni edhe gjatë zirjes ose gjatë fërgimit me ja shtu, e bën më kremoze masën. Unë kam dëshirë për shijen time që në fund t'ja shtoj parmezanin, edhe pakës piper të zi, edhe kjo është pjata jonë për ditën e sot me dashur miq. Ju dëshiroj një të ditë të këndshme, ju propozoj që ta provoni këtë drekë edhe ju në familjet e juaja, e ne shihemi dielën tjetër. Ndoqëm recetën e Mamadeus, ndërsa tani jemi në momentin vetëm një fjalë pa menduar. Dhe komplet të 10 pyetjet janë përqendruar në këtë projektin e fundit që jeni duke bë me CDF-in. Menopauzë, okej. Për menopauzë. Kështu që... Atë pështetemi pak. Të dyjat jena në menopauzë, edhe shumë mirë që jemi, se tash s'na vjen kesh mi thonë kërkuj baju anej, edhe mi thonë jo. Okej, shkojmë. Menopauza për ty është valë nxehtë apo energji që nuk e përthekon trupi? Energji që se përthekon trupi, ja. Marrëdhëniet e rrethit me gratë gjatë menopauzës, tolerancë apo keqardhje? Keqardhje. Gjatë menopauzës, trupi dhe mendja një gruaje ndjejnë trishtim apo nevojë për hapësirë? Nevojë për hapësirë. Pas trajnimeve, gratë ndjejnë çlirim emocional apo mall për veten e mëparshme? Dyjat. Në kohën e menopauzës, burrat pengesë apo ndihmesë për gratë? Varet. Kush e kalon më lehtë menopauzën? Gratë që i pranojnë ndryshimet në trup apo gratë që u vihet turp ta pranojnë se janë në menopauzë? Gratë që i pranojnë ndryshimet në trup. Menopauza është fazë kaluese apo transformim? Transformim. Një pikë e përbashkët midis menopauzës së grave dhe andropauzës së meshkujve. Pyetjet ekzistenciale që të vinë në jetë në atë kohë. Okej. Është e përbashkët. Menopauza në 2 fjalë, zgjim dhe rilindje apo tranzicion dhe pjekuri? Tranzicion dhe pjekuri. Dhe pyetja e fundit, kur e ke ndjerë se je fut në menopauzë? Këto veç e kemi trajtuar. Veç e thash. Po? 43 vjeçare. Unë e 45, 45 vjeç. Edhe nuk e disha që aty ndodhë, thëshë ku jom ftofë, m'kan ka pethet. Shoqja ime që ishte pak ma e moshuar dhe që e ka pas fillu menopauzën, tha, ti tha jetë ju skuq prej këto deri nalt. Ti tha zemra e me këj hynë menopauzë.
Po, thash unë e mendova që jo ftof, se për menopauzë dertë se kam. Një gjë që është, kur e kom pranu dhe kur jam stabilizu qatë vitin e parë, ka qenë edhe shumë fuqizuse. Edhe shumë fuqizuse, se ne si gra, roli jonë reproduktiv fillon prej adoleshencës edhe përvëndon qëtë kohë edhe mas ne shpesh pyetemi pse çka është pojenta e ekzistencës tame, ma mirë po është edhe një kohë për me u marrë me çka e ki ma të rëndësishme, për me u kujdes për vetën, për me prioritizu vetën, me u ngadalësu pak, edhe ajo periuda kur veç flet mo e thuk çka vjen, ato e kom pas shumë fuqizuse, se su me ndojsha 2 herë. Për para ndoshta 2-3 herë kom mendu mos pja lëndoj dikun djenat, po nëse për drisa pe flas të vërtetën, jam në rregull. në rregull jo. Edhe unë po e flas tani të vërtetën miq të nderuar se Suzana Lutollin e kemi këtu për një arsye. Për shumë arsye, por për njërën kryesore, se këtu përfundon edhe biseda ime me Suzanën duke e falenderuar shumë për kohën që e ke gjetë, se e di që e ke kohën shumë të tempume, të themi kështu, shumë të ngarkume, por masi jemi shoqe dhe masi jemi në të njëjtën vit, të themi kështu, lidhur me të gjitha çështjet që u bisedum këtu, absolutisht Suzana ishte e gatshme të vinë në emision dhe të flas pak për çështjet për vetveten, për çështjet me të cilat mirret dhe për punën që e bën. E natyrisht ne na intereson shumë puna që e bën, se është punë shumë e dobishme për shoqërinë tonë kosovare. Edhe këtu shumë fola, bre. S'po du me fol mo, jo, po thom, jo, por e falenderoj Suzanën që ka ardhur për kohën, për përkushtimin, për të gjitha. Dhe arsyeja pse ne kemi sot Suzanën këtu është të kemi në majë gjuhës se je shembull për të mirë. Oh, Dhe kjo shkon në zyrën tënde, faleminderit shumë. tek tavolina e punës, të faleminderit shumë për kohën, si e thash edhe më herët. Se jeni shembull për të mirë. Absolutisht. As dojmë krejt, ti gjysh me u bo shembull për të mirë, shembull për tjerë, shembull i mirë për tjerë. Unë besoj që të gjithë duan të jenë shembull i mirë, por dikush e arrin, dikush jo. Dikush ngec në haprim, thojmë. Faleminderit shumë. Do ta mbaj me kujdes dhe me dashuri këto dikon. Shumë të faleminderit, ndërsa prej këtu mund t'ju them se Suzana e ka firmën e hapur, mund ta thërrisni kurdo që është në Facebook, është në Instagram, Suzana Lutolli shkruan. Mund ta thërrisni për trajnime për coaching, sidomos firmat e mëdha që kanë nevojë, mirë po edhe organizatat jo qeveritare. Atje mund ta shihni në detyrën e saj të plot, ndërsa këtë fytyrën kështu javën që vjen. Mirupafshim.